3 zyrtar komunal në komunën e Prishtinës janë shoqëruar në Policinë e Kosovës në ndyshimet për veprën penale keqpërdorimi detyrës apo autoriteti zyrtar dhe veprës penale marrje rishveti. Prokuroria themelore në Prishtinë ka njoftuar se gjatë aksionit të sotëm është arrestuar në flagrancë edhe personi me inicialet APG, i cili dyshohet për veprën penale marrje rishveti. Gjatë ditës së sotme, po ashtu Kosova Press ka kontaktuar zyrën për media të komunës së Prishtinës për të marrë detajet të tjera rreth këtij aksioni, por të njëjtit kanë thënë se nuk deklarohen rreth kësaj çështje. Ndërkaq, pas aksionit, kryetari i Prishtinës Përparim Rama ka reaguar me shprehjen askush mbi ligjin, ku ndër tjera ka thënë se komuna e Prishtinës mbetet e hapur për çdo proces verifikimi apo veprimi procedural në frym bashkëpunimi me organet e drejtësisë të Republikës së Kosovës. Ky aksion është zhvilluar nga Prokuroria Themelore në Prishtinë në bashkëpunim me Policinë e Kosovës dhe Gjykatën Themelore në Prishtinë.